Dashuria e tyre ishte e denjë për një skenar filmi, sepse lindi para syve të publikut gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother dhe u finalizua me martesë. Po flasin për Neda Ballukun dhe bashkëshortin e saj, Ogrenin, i cili është njëkohësisht edhe vëllai i ministres Belinda Balluku. Pas 10 vitesh martesë dhe pasi erdhën në jetë 3 fëmijë të mrekullueshëm, Neda ka marrë një vendim që ka tronditur thellë familjen Balluku. Ajo personalisht i është drejtuar gjykatës me kërkesën për të divorcuar nga bashkëshorti. Ky vendim i Nedës ka qenë si një rrufë në qiell të hapur për familjen, sepse së fundmi kunata e saj ka patur probleme me drejtësinë dhe është marrë e pandehur nga SPAK, dhe divorci ishte një peshë tjetër për familjen Balluku. Por çfarë e shtyu Nedën për të marrë këtë vendim? Thuhet se së fundmi marrëdhënia e tyre ka qenë në krizë dhe në kërkesën e divorcit theksohej se martesa e ka humbur qëllimin e saj si pasojë e mungesës së komunikimit, mos kuptimit të çiftit dhe mos zgjedhjen e një rruge të përbashkët për ta vijuar këtë martesë. E në kushtet kur martesa ka humbur qëllimin e saj, Neda i është drejtuar gjykatës për divorc. Së fundmi, ajo është punësuar në Top Channel si kryeredaktore e emisionit Përputhen dhe më herët ka qenë opinioniste po në këtë format. Në një intervistë dhënë më herët, ajo është shprehur se bashkëshorti i saj Ogreni është një babai i mrekullueshëm dhe bashkëshort i përgjegjshëm, sepse kur ajo ishte opinioniste në Big Brother VIP, edhe për shkak të angazhimit, punonte deri në orët e vona të mbrëmjes dhe për 3 fëmijët e tyre të vegjël, kujdesej bashkëshorti i saj. Tashmë, çifti ka arritur në pikën ku tensionet, çfarëdo qofshin ato, rutina, përparësitë, prindërimi ose jeta publike, u bën të papërballueshme. Çdo marrëdhënie vjen me faza dhe për dy vetë që kanë qenë në vëmendje publike, presionet shtohen gjithmonë.